Përshëndetje Toni, faleminderit shumë për kohën. Faleminderit juve. Flash puna që bën shoqata e juaj. Çka është American Albanian Association of Law Enforcement? American Albanian Law Enforcement Association. Ne jemi organizat në gjithë Amerikën, nationwide. Ne kemi members federal, state, punonjës federal të shtetit edhe lokal. Edhe jemi mbledhur gjithë shoqatat e tjera që kanë këtu në Amerikë policore, edhe ne kemi mbledhur komunitetin shqiptar të policisë, që edhe ne kemi një vend ku të mbledhemi, ku të ndihmojmë njëri tjetrin, të promovojmë brezënëri, të edukojmë brezënëri, që domethënë që edukimi është çelësi i suksesit këtu në Amerikë. Sa antar ka shoqata? Ne kemi pasur shumë, por me tani me këto 2 ditë e fundit jemi të kurrë. Ne kishim mbi 1100, tani kemi rreth gati, ka vajtur gati të 980 veta me numër. Që është numër i madh, prap. Nuk është numër i madh, se ne kemi ka më shumë. Kemi qenë më shumë, po me këto ndryshimet që po ndodhin edhe në qeveri tani këtu, me këto shkurtimet që janë bërë shumë punojës të rinj që kanë qenë në kohën e probation, në kohën e atyre kufizimeve, i kanë hequr. Tani për neve si shoqat është challenging tani me këto që po ndodh, por inshallah Zoti na bën mirë. Pra qëllimi është që t'jeni bashk si pjesëtar shqiptar, ta mbani çdo shtet ka të vetat. Ne promovojmë policinë shqiptare, policinë e Kosovës. Ne suportojmë, sidomos policinë e Kosovës është domethënë është një kënaqësi edhe një nder për neve që na përmirëson në mënyrë denjësisht. Për shembull, policia e Kosovës këtu në Amerikë, në çdo ambient federal, shtetëror, shtet ka shenjat dhe emblemat e veta që kemi mësuar neve. Domethënë, pavarësisht se është një shtet më i vogël në Ballkan, policia e Kosovës ne kemi arritur që ta bëjmë ndërmjet shoqatës tonë, MOU midis NYPD-s, edhe agjencive tjera. Domethënë Kosova është më avancuar në gjithë Ballkan, se edhe shtetet si Greqia, Serbia, Kroacia nuk e kanë atë, vetëm Kosova e kanë Ballkan. Dhe keni qenë, vini atje, bëjnë takime, Kosovë, Shqipëri? Ne kemi takime të ngushta me policinë e Kosovës, me kolegët tanë aty. Ne çdo vit bëjmë një trip, bëjmë një vizitë në vendet historike, takojmë liderët nga kryesorët deri te polici tjetër, se shoqata jonë ka atë që mos humim rrejt tona, mos humim atë duke parë policinë e Kosovës, policinë e Shqipërisë, ne frymëzojmë që kapim edhe ne maksimumi këtu. Tani duke parë policinë e Kosovës jemi bërë dhe xheloza se kanë uniformë të bukur, janë policiere, kanë një leadership tepër efikas, kanë një unitë speciale, se ajo cyber unit është ne jemi krenarë, kemi frikë të hapim gazetat se vetëm ata po lavdrojnë këtu, duke ata kanë qenë tepër succession, sidomos të kohët e fundit ajo cyber unit i Kosovës, për mos e marrë sysh, kanë qenë tepër succession dhe kanë arritur tepër shumë. Nivel botror, nuk po them për Logoja shumë e bukur, si e keni bërë, çfarë Këtë logon e ka bërë dizajni është American Express, është shqiptar, ne ka bërë dhurat. Pra Shqiponja, flamuri i Amerikës, një kombinim? Kjo është domethënë bashkimi. Kjo domethënë bashkimi që kanë këta i gjithë shqiptarëve në Amerikë. Po. Sa kohë keni ju personalisht në Amerikë? Si është historia e ardhjes suaj në Amerikë? Ne kemi ardhur me green card. Unë erdha për 2 ditë, po meta këtu. Unë erdha me vizitoj Amerikën edhe meta. Çfarë viti? Kam marrë vitin 99. Okej. 99, 98 diçka tillë. Erdha për një javë me shkel green cardën edhe meta këtu. Edhe fillova kolegjin, marrova masterin. Kam punuar në Department of Justice. Kam qenë US Marshal në akademi edhe kam punuar për US Marshal Service. Pastaj kam kaluar në policinë e New Yorkut. Sa vite në policinë e New Yorkut? Policinë e New Yorkut 16 vjet. Është sfiduese? Ndonjëherë rrezikshme sigurisht? Policia ka ndryshuar tani, nuk është ajo policia që ka qenë. Ka vështirësitë e veta.
Ka vështirësi vetë, ka bukurit e veta, por policë bësh se ke dëshirë, jo se detyron kush atë. Edhe fundit për te policisë, komuniteti shqiptar i mban fort lidhjet edhe ndërmjet veti këtu si komunitet, por edhe me shtetet anë atje Shqipërinë, Kosovën, Maqedoninë. Për hir të vërtetës, shoqata jonë ka lidhje tepër të ngushta me komunitetin shqiptar. Gjithë trojave shqiptar, se ne nuk shikojmë vetëm shqiptarë e Kosovës, Shqipërisë, Maqedonisë edhe Malizzi. Ne kemi komunitet fort sirian shqiptar këtu, kemi komunitet fort egjiptian, kemi komunitete arbëreshe, që për hir të vërtetës ne shqiptarët e Shqipërisë edhe të Kosovës edhe Maqedonisë do të mësojmë për ata se kanë rritur identitetin për 500 vjet, se po shikojmë që brezëri, që puna këtu i ka harruar, domethënë nuk i ka mbajtur ato traditat edhe Jo, si ka harruar, i kishte jo, nuk i ka harruar, them ata flasin shqip para duke s'ka pasur komunitet 500 vjet, kjo është anë pozitive, domethënë do të bëri kontrast, domethënë që neve të rinj këtu po harrojmë ato traditat, po harrojmë, nuk jemi shkëputur pak në atë dheu. Apo don, por policia e Shqipërisë një ashtu domethënë na ka suportuar shumë, sidomos ta ministra drejtorët e policisë, bile duke na ofruar që të shkonin vizitë aty që edhe fëmijët tanë kenë mundësi që ta studiojnë gjuhën. Edhe ma merr mendje që në të ardhmen ne do jemi më të fortë. Ne kemi gjithë degët e Amerikës. Dhe dega më e fortë që neve po punojmë tani nuk është New York o New Jersey, Philadelphia, Connecticut, por Chicago. Aty është PR e joni që po jemi fokusuar tani për arsye se ti e di përse. Edhe deri tani kemi qenë tepër suksesshëm, kemi thyer një akull që asnjë shoqat tjetër nuk e ka thyer. Inshallah Zoti na nderon. Edhe inshallah nderojmë edhe kombin.